A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, sot jam shumë i lumtur sepse e kam hoxhën e nderuar Enes Goga. Hoxh, mirë se erdhe. Faleminderit sonullah. Lumturia edhe privilegji edhe kënaqësia është edhe imja njëkohësisht. Edhe pse jam musafir juaj, por edhe pse jam musafir me një kontribut sa do të vogël për një adresë siç është Audionuri, një adresë e cila tani më është një emër kredibil gjithandej globit, ku mbar besimtarët dhe besimtarët, mbar muslimanët, por gjithë shqiptarët pa dallime e kanë adresë, referencë, një emër shumë serioz dhe kredibil, siç është Audionuri, i cili për dekada ka dhënë një kontribut dhe vazhdon në botën digjitale, në botën e medjave, tjetë një yll i cili shkelqen fuqishëm, ashtu sikur yjet që shkelqejnë dhe zbukurojnë qiellin. Zoti ju dhasht jetë gjatësi dhe lusë Allahun te baraka ve teala që çdo herë t'jeni të dobishëm dhe t'jeni në të mirën e popullit ton, vendit ton dhe mbar vëllezërve dhe motrave tona kudo që ata jetojnë në mbar globin. Alhamdulillah. Shfrytëzoj rastin publikisht kështu me të falenderuar që jenë një ndër shkaktarët që unë jam këtu ku jam, aktivist islamik, derse tua, me vite i dëgjoj, me vite kënaqem me derse tua. Allah të shpërbleft për kontributin që e ke bërë deri më. Allah shpërbleft, po ju them shumë sinqerisht, deklaratat sikur kjo e juja, neve na japin shumë motiv, na japin shumë kurajo. Prandaj lusë Allahun dhul xhelal që të na ruaj dhe të na forcon në rrugën e tij dhe të na shton edhe vullnetin edhe zellin deri në fundin e jetës tonë, të jemi në shërbim të fjalës së Allahut te baraka ve teala. Alhamdulillah. Hoxh, do shta me të pyet për raportet tua me Hoxhën Beker Alimi. Me që sot jemi mysafir tek na. Po, Allahu shpërbleft, sigurisht se ju nuk jeni që nuk më njihni mua, prandaj edhe këto pyetjet e juaja nuk janë krejt pa qëllim. Sigurisht se raporti im personal, por edhe raporti im familjar me Hoxhën Beker Efendi Halimi, Allahu ruajt, është një raport që daton shumë herët, prej viteve 94, kur unë kam qenë nxënës në medresen Alaudin në Prishtinë. Nga Prishtina, me Hoxhën e nderuar Enis Efendi Rama, edhe me një shok tonin mik i cili tani nuk jeton në Kosovë, por jeton në Evropë, Adnan Misinin, kemi ardhur në Shkup, sa herë që kemi pas rastin dhe mundësin, kur Hoxha Beker në atë botë ishte student. Dhe kemi ardhur në Gazibab, në Gazibabën heroike, dhe në shtëpinë shumë modeste të Haxhi Fadilit, Allahu mëshiroft, babai i Hoxhës Bekirit. Dhe çdo herë kemi qenë edhe të mirëpritur, edhe të gostitur maksimalisht. Dhe nga ky moment raporti ynë me Hoxhën ka qenë shumë vllaznor, për plot dashuri e respekt, dhe unë nuk hezitoj asnjëherë që të deklaroj çdo herë se edhe kam qenë edhe nxënës i Hoxhës, dhe pasi që kemi përfundu medresen Alaudin në Prishtinë, vitin 92-96, kam pas fatin dhe nderin, falënderim Allahut, pastaj është Hoxha Beker, shkaktar që unë dhe disa kolegë të mi tani hoxhallar të njohur, kemi shku në Institutin e Gjuhës Arabe në shtetin e Jordanisë, për 9 vite kemi mësu edhe gjuhën arabe, por kemi marrë edhe mësime sistematike, edhe prej Hoxhës Beker, por edhe prej disa hoxhallarëve në atë botë, atje në Amman, aq sa kemi pas mundësinë dhe kapacitetin si student të ri të kuptojmë gjuhën arabe, dhe prej asaj kohe deri sot ku jemi, vazhdojmë të kemi raporte shumë
përmbajtësore, raporte për plot respekt, e dashuri, e miqësi, e vllazni. Hoxha Bekir ka lind, jeton dhe vepron në Shkup, por po e përmbylli Hoxha Bekir, Allahu e ruajt, është një kuadër dhe është një hoxh i mbar shqiptarisë, kudo që ka mundësi të dëgjohen porositë dhe mësimet e tij, ai aty është prezent me vizionin, me urtësinë dhe dijen dhe eksperiencën e tij. Lusë Allahu dhul xhelal që aq sa Allahu i ka dhuru shëndet, jetë këtë shëndet e të ketë gjithmonë zell e produktivitet prej anës së tij dhe gjithë shokëve të tjerë. Sunullah, kërkoj ndjes, por nëse nuk them edhe diçka, do t'i mbetem në hak shumë shokëve dhe kolegëve Absolutisht, po. nga Maqedonia e Veriut, por në veçanti nga Shkupi, nga se në periudhën sa kemi qenë në studime në Arabinë Saudite, kam pas shumë vëllezër nga Maqedonia, e në veçanti nga Shkupi, dhe kemi qenë vëllezër pa asnjë dallim, por do t'i veçoja dy prej tyre që kam pas rastin 2 vite kemi qenë në konvikt në një dhomë dhe kam qenë jashtëzakonisht i nderuar edhe i përgdhelum prej tyne, Hoxhen Fatmir Zaimi dhe Hoxhen Rafet Zaimi, Allahu i ruaj, 2 vite në konvikt kemi jetu së bashku në një dhomë dhe më kanë përgdhel dhe janë kujdes për mua jashtëzakonisht shumë, u kam bargj tër jetën, obligim moral, por kam pas fatin kam pas edhe në shtëpinë e tyre në Gazibab, në shtëpinë e vjetër, pas përfundimit të luftës në Kosovë, ishin ditë të vështira, 3 net kam fjet në shtëpinë e Hoxhës Fatmer dhe Hoxhës Rafet, ku unë me disa shok që kishim dal nga prekazi, kem mund t'i shkaktojmë një rrezik shumë të madh familjes Zaimi. Ata e kanë ditë, nga se edhe nga Shkupi na kanë përcjell për në luftë kur kemi hinë Kosovë, por bujaria dhe ato shtëpia të mëdha të familjes Zaimi, në fakt ato për nga madhësia dhe ana fizike nuk kanë qenë shtëpi luksoze, por shtëpitë e mëdha nuk janë gjithmonë shtëpi luksoze që kanë shumë hapësirë, por janë shtëpi të mëdha, ato shtëpi ku brenda atyre shtëpive jetojnë burra dhe gra që kanë zemër të pasur dhe kanë zemër bardhësi e shpirt bardhësi. Pa dash tani të mos e lë anash asnjë prej shokëve dhe kolegëve të nderuar, qofshin nga Shkupi apo gjithandej Maqedonisë së Veriut, kemi qenë vëllezër si tri, si student, tërkohën kemi studiu së bashku, kemi jetu së bashku, jemi rrit së bashku dhe sot me të gjithë pa asnjë dallim vazhdojmë të kemi raporte, galla raporte në ekselencë me gjithë ata vëllezër. Uroj dhe lusë Allahu dhul xhelal që të gjithëve Allahu t'ju jep shëndet, e t'ju jep suksese, e t'jenë të dobishëm e shumë të zellshëm çdo njëri prej tyre në veprimtarinë e tyre. Amin. Hoxh, do shto me të pitë, si ndodhi që Hoxh Ernest Goga të bëhet Hoxh? Falenderoj Allahun fuqiplot, i cili në familjen ton para vitit 1900 një migj i babgjyshit tim i quajtur Mulla Emin Efendi Goga, Hoxh, i cili ka lindur në vitin 1853 në Pej, është hoxha i parë nga familja jon, e pastaj ai karrierën më të madhe në jetën e tij si hoxh ka shërbyer në fshatin Vrell, në komunën e Istogut, pikërisht në fshatin e hoxhës dhe dietarit të madh Sheikh Abdulkader Arnautit, dhe nga ai burr, Allahu e mëshiroft, Mulla Emin Efendi Goga, i cili është i varrosur në oborin dhe varrezat e xhamisë së fshatit Vrell, ka vazhdu në mënyrë kronologjike, pa ndërprerje, deri tani kur po flas në këtë podcast para juve. Unë jam hoxha i 8 me radhë në familje, për nga mosha i kam edhe 2 familjar tjerë
që janë më të ri se une, është Hafiz Mehdi Efendi Goga, i cili është imam në xhamin e Sahatkullës, aty ku ishte babgjyshi im, dhe vllau im i vogli Ernest Efendi Goga, i cili po ashtu është imam, dhe lusë Allahu Dhul Gjelal që në familjen ton, qoftë ngosht apo më të gjerë, të mos ndërpritet kjo kronologji dhe kjo vazhdimsi, duke qenë shërbëtor në rrugën e Allahut dhe shërbëtor të fesë dhe shërbëtor të mirës e të popullit e të vatanit. Në thotë shumë i vogël kam qenë, diku në moshën 19 vjeçare, kur kemi shkuar me i tep tek babgjyshi im Hafiz Sali, dhe mësimet e para dhe bazike i kam marrë për babgjyshit tim, prej tij kam mësuar ta lexoj Kur'anin, me të e kemi bë Kur'anin hatme, dhe pastaj në rrugtim e sipër kam mësuar edhe prej disa hoxhallarëve të tjerë, kisha me i veçu 2 hoxhallar shumë të respektueshëm, Haxhi Muhammed Efendi Gashin, një muderiz i njohur i kalibrit shumë të madh si dietar dhe hoxh i vërtet, i cili tani mo nuk jeton, si dhe hoxha i nderuar hoxha Recep Efendi Morina, i cili është një prej pionerëve të parë pas viteve të 80-ta, kur atëherë komunizmi ishte shumë i ashpër, ai kur kthehet nga Kairo, nga Ezheri, si imam në Pej, fillon dhe provon një rilindje në sferën e davetit, dhe pastaj Allahu deshti në vitin 92, pasi kemi kry shkollën fillore, u regjistruam në medrezën e bekuar Alaudin në Prishtinë, një medrezë dhe një emër i cili ka dhënë shumë popullit shqiptar, gjithandej viseve shqiptare, nga se në medresen Alaudin nuk kanë mësu vetëm nxënësit nga Kosova, por edhe nga Malizi, edhe nga Maqedonia, edhe nga Lugina e Presheves, pastaj pas luftës edhe nga Shqipëria e kështu me radhë, dhe Allahu Dhul Gjelal deshti që të na nderon të jemi në këtë rrugë. Po e përmbylli me një fjali, tër merita pas Allahut fuqiplot i takon babgjyshit tim Haxhi Hafiz Salih Efendi Gogës, Allahu e mëshiroft, i cili më ka eduku, më ka frymzu, që ne në atë kohë të jemi nxënës të medreses, të jemi nxënës të mejtepit të Kur'anit, dhe të marrim këtë mision kaq të rëndësishëm, misionin i cili është vazhdimsi dhe trashëgimi e pejgamberëve të Allahut. Lutë Allahun Dhul Gjelal që të jemi çdo herë të vendosur e të kemi përqendrimin dhe udhëzimin e drejtë të saktë në rrugën e Allahut te baraka ve taala, e të mos korritemi asnjëherë inshallah taala. Amin. Hoxhë, disa pika i kum shënu këtu që desha të diskutoj me juve. Deshta me diskutu çështjen e shpifjeve të gazetarëve ndaj teje. Ka pas shumë shpifje, janë marrë shumë me ty. Enes Goga, kështu imami skandaloz Enes Goga, bile edhe me ulësën tënde ku ulësh i mban derset, janë marrë, auton. Pse mbretërore stili u konë, auton. Kjo periudhë ka qenë një periudhë jashtëzakonisht jo e lehtë për mu, po mu më vjen keq për familjen time, prandaj përfitoj nga rasti dhe i kërkoj ndjes familjes time. Normal edhe ato kanë qenë për shkak se ata janë përsekutu padrejtisht. Lutë Allahun te baraka ve taala që ato më shumë se një dekadë ka qenë një fushat e fokusume rreth aktivitetit ton. Lutë Allahun te baraka ve taala që spaku krejt ato të thëna të pavërteta dhe ato gënjeshtra që janë thënë dhe janë përcjell të na shërbejnë inshallah taala si pastrim në këtë botë. Nuk kisha dashur shumë të ndalem tek ky kapitull, por me do e mos duhet të ndalem tek një 2-3 elemente. Prej vitit 2011 e deri në diku në fund të vitit 2022 ka pas një fushat sistematike, ka qenë e koordinume, ka qenë e porositur, e dim fare mirë nga kush, qysh dhe si, por me kohë, ndoshta jo në kohën e dur, pak me vonesë, por
më mirë vonë se sa të lihet krejt, na kanë udhëzu njerëz e sinqert që ne t'i drejtohemi për gjitha këto shpifje gjykatave dhe ne kemi disa procese gjyqësore, Po. një proces në gjykatën themelore në Prishtinë për shpifjet dhe të pavërtetat kundrejt gazetarit Duriqi, Po. e kemi fituar, tani është në apel, nga se ai ka të drejtë të apeloj vendimin Për çfarë rasti bëhet e fjalë? gjykatës. Ka qenë një mori shkrimesh që s'dua të ndalem të harxoj kohë se nuk ja vlen, por është më rëndësishme që gjykata themelore në Prishtinë ka ardhur në përfundim dhe i ka jap epilog asaj padije se ato janë shpifje dhe janë të pavërteta, edhe pse shumë herë disa prej gazetarëve jo profesional në emër të shprehjes së lirë, në emër të investigimeve, në emër të gjërave publike të cilat ju interesojnë opinionit, ata i japin vetes së drejtë të merren, por po te kalojnë ato limite të cilat nuk duhet të te kalohen, po ashtu e kemi edhe një proces gjyqësor me gazetarën Gjara, ku të them të drejtën jam i habitur pse vendimi nga gjykata themelore në Prishtinë nuk ka ardhur në favorin ton, por ne e kemi apelu rastin dhe e them me plot gojë dhe me vetdije të plot se ky vendim është marrë padrejtësisht dhe është indikuar nga qarqe të ndryshme, nga se edhe gjykatësia në fjalë ka rënë në ndikimin e faktorëve të caktuar, nga se gjatë seancave duke u zhvillu procesi gjyqësor, kemi pas mysafir të paftuar, mysafir ndërkombëtar, kur edhe gjykatësia është habit, kur ju ka bo pyetje dhe ka thonë kush jeni ju dhe kënd ju e përfaqësoni se s'kemi marrë paraprakisht lajmërim se ju do të vini këtu dhe do të keni interesim për një rast gjyqësor, dhe unë kam qenë i bindur dhe vazhdoj të jem i bindur se apeli do ta thot të vërtetën, nga se shpifjet e Gjarës janë shumë të ronda, janë aq të ronda sa që prap po them jo vetëm unë, por shumë njerëz të cilët e kanë njohur rastin përse afërmi janë habit, nga se gazetarja Gjara pretendon se ne kemi qasje në prokurorinë dhe në policinë e komunës së Pes dhe ata me ne ndajnë të dhëna në konfidencë, e pastaj ne nëpërmjet atyre të dhënave që neve na i ofron prokuroria dhe policia, ne i shantazhojmë imamet e moderuar sipas Gjarës. Ne nuk njohim imam të tillë. Pastaj është një shpifje tjetër jashtëzakonisht skandaloze, kur ajo thot se kinse unë kam një grup në Pej të cilët në mënyrë brutale i rrahin dhe i maltretojnë pjesëtarët e besimeve të tjera. Kjo është shumë e rëndë, kjo është një e pavërtetë e madhe që e te kalon emrin e Enesit, e te kalon institucionin e Bashkisë Islame në Pej, por kjo i shkakton jashtëzakonisht një dëm të madh imazhit të shtetit të Kosovës. Asnjëherë në komunën e Pejës, kur aty është prezent edhe KFOR-i, ka qenë edhe UNMIK-i deri në një kohë të caktuar, edhe OSBE-ja, organet e drejtësisë dhe organet e sigurisë tonat vendore, për 25 vite apo 26 vite pas luftës në Pej, në komunën tonë nuk ka ndodhur asnjëherë dhe kur që ndonjë pjesëtar i besimit tjetër jo islam të rrohet në mënyrë brutale. Do të thotë, janë edhe disa shpifje tjera, por unë habitem me gjykatësen e rastit se si ka arrit të gjitha këto ti te kaloj. Do të thotë, këto janë gjëra të cilat si thuhet është shkru e zeza në të bardhë. Të gjitha këto i ka shkru me penden e saj jo profesionale gazetarja Gjara.
Prandaj unë shpresoj dhe pres që apeli të thot fjalën e vet, jo për Enesin, nga se edhe një qytetar më i rëndomt kur lexon, nga se ajo me gazetën e saj Zëri Po. ka qenë në rolin e si thuhet ajo fjala gjahu i shtrigave, domethënë ka qenë roli i saj dhe ka abuzu jashtëzakonisht shumë si kryeredaktore me këtë gazetë, prandaj unë nuk e kam personale asnjëherë, por nuk mund të heshtim përballë të pavërtetave dhe përballë gënjeshtrave skandaloze të cilat ajo është mundu në agjendën e saj, nga se tani më çdo gjë është e qartë, ajo ka qenë një aktere që ka qenë pjesë e një agjende që ajo e din fare mirë cila ka qenë ajo agjendë dhe mbar opinioni jonë e ka kuptu se agjenda e saj ka qenë një agjendë për plot dëshpërim. Absolutisht. Më kujtohet si sot hoç në atë kohë kur ishte ajo e luftoi ke islamin radikal, terrorizëm, kujt diçka. Patar në Shkup me bo intervistë me Hoxhën Bekir Alimi, edhe kujtohet si sot mikpritin që ja banëm ne asaj. Bile kish marrë me vete edhe djalin e saj. Bile e cek me një intervistë, këto ditë e ka bo një intervistë ku e cek, thot, ishim në Shkup, dhe më thonë, atë shumë kumë reziku, ishim në Shkup të një imam radikal, për Hoxhën Bekir e kishte fjallën, sa që atë shumë rezikova e mora dhe djalin me veti, që nuk ishe vërtet, Hoxha Bekir edhe një intervistë shumë të bukur, që ajo kur nuk e ka publiku, bile atë shumë ishte me sjellje mirë ndaj saj Hoxha Bekir, sa që i preferoj djalin të çoje në kopsh zoologjik në Shkup, me që kopshti zoologjik në Shkup është shumë i njohur. Dhe sjellje, unë e shifsha pjanë është Hoxhën Bekir atë shumë sillte mirë ndaj Arman Axharit, mirë pa ajo e kthai me gënjeshtra dhe Po pikrisht sunullah, dhe më thotë mu më vjen keq që edhe disa kolegë tonë në Kosovë të cilët nuk ju kanë adresu gjykatës për shpifjet dhe të pavërtetat që janë thënë prej vitit 2010 deri në vitin 2022-3 afërsisht, edhe tani ko pas kohë, por tani më opinioni publik është ngop, nuk po flas tani për emra të përveçëm, por po flas për gjithë ata gazetar apo gazetare, se gazetaria është një mision dhe është një profil jashtëzakonisht i dobishëm kur ajo është në shërbim të mirës dhe të vërtetës, por kur gazetaria e merr rolin e gjahut të shtrigave dhe bjen nën diktatin e agjendave të caktuara, atëherë ajo nuk është mo gazetari, por është diçka tjetër. Prandaj unë nga ato vitet vështira që i kam përjetu, por edhe familja ime, por edhe institucioni Bashkisë Islame, nga kjo përvojë modeste i kisha sugjeru gjithë kolegëve në veçanti, por edhe të tjerëve që në raste të caktuara të mos hezitojnë dhe menjëherë ti drejtojnë gjykatës, nga se kjo është rruga jonë e vetme që ne mund t'i edukojmë ata apo ato të cilat guxojnë dhe të i kalojnë ato limitet profesionale dhe thojnë të pavërteta dhe thurin shpifje dhe gënjeshtra. Pra, apel nga Hoxha Enes Goga ndaj hoxhallarëve kolegëve, kush mirët me ju, kush ju nguc me një herë në gjykatë. Hoxha, këto shpifjet ju kanë bërë edhe dëm, si që cekëm, ju ishit edhe të burgosur. Para me në Hoxha Enes Goga, cili rjedh mjallë nga goja e ti, në burg. Por edhe jo ka qenë një eksperiencë interesante për mu dhe për disa kolegë të mi, ku në shtator të vitit 2014 jemi arrestu në dyshimet që kemi qenë të përfshirë në ndonjë aktivitet të dyshuar që mund të ndërlidhet me terrorizmin, por në vetë ditën e parë kur kemi dalë para gjykatës, nga se i kam të gjitha në kujtesën të mia të freskta me detaje
Unë që të i kam me nakhoq detajet. Si u sollën policë me juve kur ju arrestuan? Asnjëherë, domethënë ne nuk kemi asnjë vërejtje, domethënë të gjitha organet e sigurisë, policia jonë dhe gjithë të tjerat kanë qenë në mënyrën më shembullore, mënyrën më korrekte. Nuk kemi pas asnjë shqetësim më të voglin, as on, as familja ime e ngosht, as e gjerë, por jemi përsekutuar në kuptimin e proceseve gjyqësore. Unë kam qenë 15 ditë i arrestuar dhe që në ditën e parë kur kemi dalë para gjykatës në Prishtinë, gjykatësi në fjalë nuk kishte mundësi që as të na jap të drejtën të na liron, por as nuk kishte fakte dhe prova dhe dëshmi dhe arsye të fuqishme që ta vazhdoj paraburgimin ton pas 48 orëve. Prandaj edhe seanca u ndërprej pa marrë epilog. Dhe na kthyen prap ku ishim në paraburgim. Tek ditën e nesërme, jo në prezencën ton, gjykatësi kishte marrë vendim që ne të vazhdojmë paraburgimin për 30 ditë. Disa prej neve janë liru me njëherë pas një jave, unë kam qëndru 15 ditë, ka pas edhe hoxhallar tjerë cilët kanë qëndru më gjatë, sikur hoxha Dr. Shefqeti, Allah ruaj dhe të tjerët, por që është më rëndësi është se të gjithë janë liru, përjashtimisht kemi mbet 3 hoxhallar të cilëve në është ngrit akt akuza për gjuhën e urrëties dhe mosdurimin fetar. Dhe në fund pas një procesi të gjatë, më shumë se një vit, jemi shpallur të pafajshëm dhe jemi liru prej gjithë atyre akuzave të cilat kanë qenë më shumë të porositura, të cilat kanë qenë më shumë të diktuara, të cilat kanë qenë më shumë nën presionin e të tjerëve, e që sigurisht ndonjë ditë do të zbardhet kjo e vërtet e madhe edhe me shumë. Tash, a ka akterë cilët janë mundu me kapitalizu politikisht arrestimin ton, a ka motive të tjera, le të mbetet kjo në të ardhmen dhe le të zbardhet prej njerëzve që janë mendje ndritur. Në ditën kur jam liru, me kujtohet si sot, një gazetar i Klan Kosovës, Ardian Gaxheri, ka ardhur dhe më ka intervistu pranë banesës time, dhe me kujtohet shumë mirë kur i kam thënë sa jam i mërzitur dhe jam i dëshpruar për këtë çfarë më ka ndodhur, jam edhe i gëzuar nga se njëherë për gjithmonë le të ndahet shapi prej sheqerit dhe le të pushojnë gjithë ato fjalë dhe ato zëra që për një dekadë pothuajse nuk janë ndalë dhe të kuptohet e vërteta dhe të dihet kush është kush. Dhe falenderoj Allahun dhul xhelal që ne vazhdojmë deri në këto momente të jemi çdo herë në shërbim të vendit ton, çdo herë në shërbim të vëllezërve dhe motrave tona, çdo herë në shërbim të komunitetit dhe shoqërisë ton, vendit, shtetit dhe gjitha institucioneve. Sonullah, nuk po e them këtë që të krekosem e të mburëm, asnjëherë tani nuk po flas në veten e parë, por ju e dini që të gjithë imamet dhe hoxhallarët dhe nënpunësit e Bashkisë Islame në Republikën e Kosovës nuk paguhen dhe nuk marrin asnjë cent nga buxheti i shtetit, respektivisht nga taksat e qytetarëve, por ne vazhdojmë të paguhemi prej atyre aseteve dhe pasurive që i ka Bashkia Islame, varësisht prej komunave dhe bashkësive islame, nga se disa kanë pasuri vakëfe, disa s'kan, dhe prej mirësisë dhe bujarisë së popullit. Dhe kjo neve na bën të jemi shumë faqebar dhe krenar në një anë, në anën tjetër shumë mirënjohës dhe të obligum karshi popullit tonë që kemi obligim të jemi në shërbim të tyre. Por ajo çfarë neve na bën të jemi krenar dhe faqebar, po e them unë për 22 vite radhazi, po e llogariti vetëm kohën oficiale kur jam kthy nga studimet dhe jam bë punëtor i Bashkisë Islame, derisa të vazhdoj dhe mundohem
të jem çdo herë në shërbim të vendit tim, të popullit tim, të qytetit tim, të komunitetit tim, të vëllezërve dhe motrave të mia, me aq sa di dhe aq sa kemi mundësi t'ja dalim ato që mendojmë se janë të mira për vendin tonë. Por ju vetëm unë, gjithandej Republikës së Kosovës, por edhe në vendin tuaj dhe këtu në Maqedoninë e Veriut, por gjithandej edhe në Shqipëri dhe në Malzi, gjithandej efendilerët dhe hoxhallarët janë në shërbim të vendit, të mirës, të popullit, të shoqërisë, të armërisë, të perspektivës, të familjeve tona, të fëmijëve tonë e kështu me radhë. Lut Allahun dhul xhelal që çdo herë të jemi në këtë shërbim. Hoxha Enes, më intereson ato ditë kur ishe në burg. Si i kaloje? Po është interesant, është një eksperiencë tash. Në kuptimin fetar ne gjithmonë lutemi që Allahu të mos na sprovoj me ndonjë barë e cila është e papërballueshme për ne, ndërsa Kurani na tregon se në momente dhe rrethanat e caktuara, nëse dikush sprovohet me burgun, atëherë le ta kuptoj burgun si një eksperiencë e shkollës së Jusufit a.s. nga se Jusufi a.s. pa drejtësisht u burgos dhe Allahu dhul xhelal tregon se ajo shkolla e Jusufit a.s. ishte një jashtëzakonisht një eksperiencë shumë e dobishme për Jusufin a.s. Me thënë me drejtën edhe nga pak nuk po ndihem keq të flas jo pse po ndina keq për atë periudhë, nga se ajo ka qenë një periudhë dhe shkurt dhe unë nuk kam pas asnjë shqetësim as më të voglin, përpos që kam qenë i privum nga liria dhe nuk kam qenë pranë të dashurve të mi, familjarëve të mi, miqve dhe dashamirëve, përndryshe kam qenë në burgun e Prishtinës, gardianët të gjithë kanë qenë shqiptar, vëllezërt tonë, edhe ata që do thotë nuk kanë pas asnjë shqetësim, por është një eksperiencë interesante, por që nuk ja dëshiroj askujt. Hoxh, ndoshta më fol edhe për një temë ku morë një iniciativë këtu në podcast, këtë hoxhallar që kanë qenë pjesëtar në UÇK, me fol pak diçka për ju keni qenë pjesëtar në Ushtrinë Shërimtare të Kosovës. Po, alhamdulillah, edhe këtë tani me thënë të drejtën nuk po e flas edhe këtë temë shumë me ato janë momentet më të mira nga jeta ime, por mos të keq kuptohemi prej audiencës që ne po bëjmë reklam apo po krekosemi apo po mburremi, por kjo është iniciativë ime me këtë xhallar. Allah shpërbleft, unë ndihem krenar që kam qenë ushtar i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe respektivisht kam qenë ushtar i Hoxhës Ekrem Avdiu. Hoxha Ekrem Avdiu, Allahu e ruajt, tani është kryetari i Bashkisë Islame në Mitrovic, është ai hoxha dhe ai shoku dhe miku ynë, i cili jo vetëm mua, por një numër të madh të kolegëve të mi, na ka thirrë dhe na ka bë bashk në prekazin legjendar. Në prekazin legjendar, prandaj unë me disa prej shokëve të mi, në vitin 1998, unë saktësisht në muajin maj, jemi kthy nga Arabia Saudite nga studimet dhe ju kemi bashkangjit radhëve të luftës tonë të bekuar, Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, dhe edhe një herë jam shumë krenar dhe ndihem shumë mirë që hoxha jon, hoxha Ekrem Efendi Avdiu, na ka thirrë dhe na ka bë bashk gjithë ata të cilët kanë dashur dhe kanë pas vullnetin dhe dëshirën, jemi bë bashk së bashku me të në prekazin legjendar dhe aty kem pas rastin edhe të njihemi përse afërmi edhe me disa figura dhe emra shumë të mëdhej. Tani disa prej tyre inshallah janë dëshmorë dhe shahida tek Allahu, siç është fjala për emrin dhe figurën shumë të respektuar Ilyas Kodrën, i cili është një prej komandantëve të parë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, e aty e ka pas edhe figura dhe emra të tjerë që nuk po dua të zgjatem, po dua ta mbylli. Elus Allahu dhul xhelal që në trojet tona asnjëherë të mos ketë luftë. Nga se luftën nuk e dëshiron askush. Përfitoj nga rasti, elus Allahu dhul xhelal që ta lusim Allahun fuqiplot sa ajo është rregulluesi, mbikëqyrësi dhe krijuesi i globit i gjithësisë. Allahu ta ndal luftën dhe vrasjen e njerëzve të pafajshëm gjithandej botës, por në veçanti në Palestinën tonë të dashur dhe në Gazën e plagosur, nga se
Ajo çfarë tani po ndodh që shumë muaj, afërsisht 2 vite, është me të vërtet e pa pranueshme, nga se humanizmi, njerëzorja, si duket nuk ekziston më, nuk është prezente. Gjithë ato rezoluta ndërkombëtare që janë marrë dhe janë të regjistruara, janë të arkivuara në Kombet e Bashkuara, zëri i fuqishëm që të mbrohen të drejtat e civilëve, fëmijëve, pleqve, grave, njerëzve të pafajshëm, ato si duket tani më janë vetëm kanë hasë në vesh të shordët. Prandaj e lutim Allahun dhul xhelal, nga se nuk kemi zgjidhje tjetër pos që lutjet tona t'i drejtojmë te i madhi Allah fuqiplot, që sa më parë të kthehet qetësia dhe të ndalet vrasja e njerëzve të pafajshëm gjithandej botës, por në veçanti në atë pjesë të botës, nga se ka dekada e dekada ku njerëzit atje, civilet të pafajshmit, vriten me një gjak ftohtësi të pakuptueshme. Hoxh, më kujtu tash me të pyet, shoku se edhe je hoxh nga Kosova, je më kompetent. Shpesh janë do zëra në për rrjetet sociale. Palestina e përkrah Serbien, Palestina nuk e njeh Kosovën. Si e kish komentu këtë? Kjo është një çështje mjaft e ndërlikume, por ne e dim, po mundona me një 2-3 fjalime për mbledh, se kjo është thash çështje shumë e ndërlikume. Ne e dim se kur është shkatruar dhe ka marrë fund Jugosllavia, trashëgiminë e atij shteti dhe anën diplomatike dhe raportet me shtetet islame arabe dhe jo arabe e ka trashëguar Serbia. Për fat keq ata vazhdojnë të kultivojnë ato raporte, ndërsa ne nuk duhet të shiqojmë gjërat ashtu, nga se ne kemi shumë shtete mike të cilat nuk na kanë njoftur ende. Përpos shtetit Palestinës që ju e përmendet, ne kemi edhe shtete tjera që nuk janë shtete muslimane, pikërisht nuk janë shtete aziatike, afrikane, por janë shtete mike të Kosovës që kontribojnë, por nuk e kanë njoft shtetësinë e Kosovës. Palestina ka problem me tokën e saj, ka problem me gjeografinë e saj, ka problem me statusin e saj, prandaj tërheqja e paraleleve të tilla është e pakuptimt. Neve na vjen keq. Kudo në botë që vriten njerëzit e pafajshëm, kushdo qofshin ata, çfarë do besimi që kanë, çfarë do ngjyre që kanë, çfarë do gjuhë që flasin, cilës do racë që ata i takojnë, neve na vije keq, nga se Allahu te baraka wa taala në Kur'anin famlar tregon se vrasja e njerëzve dhe privimi nga jeta në mënyrë të pa drejt është abuzim dhe është shkatrim e fesadit në tokë. Prandaj urojmë dhe lutim Allahun dhul xhelal që gjithë andej globit mos ketë luftra e gjakderdhë, por të ketë paqe, qetësi, mirëqenie dhe jetë të rehatshme. Amin. Hoxh, ndoshta me diskutu edhe një temë, lëvizja anti-islame e Deçanit. Me thëmë të drejten, pasi që ne jemi afër Deçanit dhe e konsiderojmë Deçanin pjesë tonën dhe edhe peja është pjesë e Deçanit, jemi domethënë 10-12 kilometra. E para çështja është pa drejtësisht të inveshet ky emër dhe ky aktivitet destruktiv Deçanit, banorëve të asaj komune, ata banor fisnik, trima, ata njerëz bujar, po nuk e di pse ashtu, pse ka ndodhur, sigurisht ka ndonjë tendencë. Me të thënë të drejtën, sonullah, nuk meritojnë të merremi me ta, nga se e kemi pa gjatë këtyre muajve çdo gjë është zbardh nga ato motive të errta të cilat në fillim nuk i kemi ditur. Por dua të ndalem tek një çështje. Mu fare, tani po flas edhe si qytetar i Republikës Kosovës, por po flas edhe si një profesionist edhe njohës dhe studiues i Islamit, mu fare nuk më shqetëson fakti pse një
qytetar i shtetit tim vendos me e zgjedh një rrugë, qoftë ajo rruga e besimit apo mos besimit, qoftë rruga e ateizmit, qoftë orientim i caktuar për të besu. Po. Por ajo çfarë mua më shqetëson dhe këtu dua të ndalem, mua më duket se organet e rendit dhe të gjyqësisë, organet e drejtësisë, si duket kanë një tolerancë, tash ky është mendimi im jo profesional, por mua kështu më duket kanë një tolerancë më të madhe, ndoshta ata din sigurisht më mirë, nga se jam i sigurt se çdo gjë vëzhgohet dhe përcjellet, nga se Kosova është vend i vogël dhe ne të gjithë njihemi dhe kemi takime të përditshme me aktorë të ndryshëm të institucioneve tona, që janë takime që ndodhin për raste dhe në situata të caktuara. Gjuha e urrejtjes, mosdurimi fetar, përpjekja për ta polarizuar dhe për ta përqa shoqërinë në vendin ton, këto nuk duhet të tolerohen asnjëherë. Nga se është e papranueshme kur dikush beson edhe mendon e pastaj edhe e thot atë se un mund të jem shqiptar i mirë vetëm nëse un konvertohem në këtë besim apo atë besim. Të them të drejtën, këtu pak prap ky është mendimi im i personal, mua më duket se heshtja e i peshkvis katolike nuk është korrekte. Nuk është korrekte, këtë e kam thënë disa herë, tani unë po flas vetëm si një qytetar, nga se nuk kam kompetencë të flas në emër të Bashkisë Islame, por po flas vetëm si një qytetar i Republikës së Kosovës. Nuk është më pak ta çfarë mund të them për heshtjen dhe pozicionin që ata kanë zgjedh përballë gjuhës së urrejtjes, përballë mosdurimit fetar. Mua më pak ta çfarë mund ta them, më duket një qasje jo korrekte prej i peshkvis, nga se dhe prej priftrive të caktuar kemi pa, kemi dëgju dhe kemi lexu deklarata tendencioze. Kur ne e dim, të gjithë ne e dim gjendjen dhe situatën çfarë është në Kosovë. Kosova nuk është një gjeografi me qindra kilometra, peja është në perëndim. Nëse e marrim gjeografinë dhe hartën e Kosovës, ne qytetin më të largëtin e kemi atje, po themi, në pjesën lindore ose jug lindore, që është qyteti i Kamenicës, e që i bie diku 2 orë pak ose 2 orë më pak apo më shumë, 10 minuta plus minus, prej pikës më të lartë me shku prej pejës deri në Kamenicë dhe Anaseltas. Ne të gjithë e dim sa i kemi të mbushura xhamiat, sa i kemi të mbushura kishat, cili është interesimi i qytetarëve ton, xhamatit dhe grishës së tyre. Prandaj nuk është mirë të bim në gradsken e atyre planeve të këqija dhe atyre agendave që nuk ja dojnë të mirën as popullit shqiptar, as xhamis, as kishës, as vendit ton, as ardhmërisë ton, por sigurisht në një të ardhme jo të largët, edhe njëherë dua këtë ta nënvizoj fuqishëm, unë jam shumë kurështar që në një të ardhme jo shumë të largët, ne do të kuptojmë, do të lexojmë, do të shohim, do të dëgjojmë se kush ishte pas këtyre organizimeve dhe nga cilat shtete dhe cilat janë adresat dhe kush janë ata të cilët kanë suportu këto lëvizje apo këta akter, se ne nuk duhet të merremi me masën se njerëzit keq përdoren, janë viktim, por gjithmonë janë ca individ. Prandaj uroj dhe jam i qetë se në shtetin ton nuk do të kemi probleme të tilla, nga se ne kemi arrit në momente shumë më të vështira, në kohën kur nuk e kemi pas shtetin lirin, kur kemi qenë në tytat sërboslave, ka pas edhe atëherë tendenca me beso, sonullah, unë për shkak se, si që kuptut në fillim, kam lind dhe jam rrit në një familje të hoxhallarëve, kam qenë shumë fëmijë kur kam dëgju babgjyshin tim në vitet e 90-ta, kur ka pas një fushat nga disa intelektual dhe ka pas iniciativa që në për të pame
të luftohet selami, mërhabaja e kështu me radhë. Vitet e 90-ta, në emër të asaj se Amerika nuk do të na ndihmon, në emër të asaj se ne po shihemi ndryshe, por ja që është pikërisht ajo bota demokratike që në vitin 99 për herë të parë aleanca e NATO-s e bombardoi një shtet mizor, një shtet kriminal, siç ishte Serbia e Miloševićit në atë botë, për t'i dalë në ndihmë një populli të vuajtur, një populli të shtypur, siç ishte populli shqiptar dhe të tjerët në Kosovën tonë. Prandaj uroj dhe besoj fuqishëm që do të kemi rastin të kuptojmë të vërtetën dhe do të dalin motivet dhe atyre akterëve që e kanë shit shpirtin e tyre për agenda të errta, ata do ta kenë vendin në anën e errët të historisë tonë. Është një fakt që asnjë të ri nuk e kanë, shumica janë pleq. Aty këto dënetria më shumë. Dëgjoni, neve na vjen keq për çdo kënd, por me besoni shumica janë viktim, edhe janë të keq përdorur, janë të manipuluar, janë të dezinformuar, prandaj neve na vjen keq kushdo qofshin ata, cila do të qoftë mosha e tyre apo gjinia, por megjithatë ne nuk do të lejojmë si shoqëri, nuk do të lejojmë që ne të jemi të polarizuar dhe të pranojmë një karem të tillë i cili është jashtëzakonisht i dëmshëm për gjithë. Hoxh, parzit folën për Deçanin. Deçani njihet si qytet i vogël, por që ka prodhuar shumë trime, heroja. Një ndër to është edhe familja Haradinaj. Po, në luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona e Dëxhanit ka qenë një zonë gjithandej e prekur nga lufta dhe një pjesë e madhe e të rive dhe të rejave kanë qenë pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është edhe familja e njohur Haradinaj, cilët kanë dhënë një kontribut nga familja edhe e ngushtë por edhe e gjerë Haradinaj. Kemi edhe dëshmor të kombit, prandaj neve na mbetet për kontributin që ata kanë dhënë në kohën e luftës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës në çlirimin e vendit. Vazhdojmë të kemi respektin dhe të gëzojmë respekt. Janë të njohur edhe dy generalet, dy vëllezërit Haradinaj, por është edhe një emër jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe i fuqishëm nga familja Haradinaj, edhe ai është general e që tani në ditët e fundit është shumë aktiv, por jo me përkrahje të madhe prej pjesës tjetër të popullit. Është miku im i respektuar Nesim Haradinaj, i cili vazhdon ta bëj pothuajse i vetëm betejën kundër padrejtësive të cilat po ndodhin në gjykatën speciale në Hag, ku atje padrejtësisht po mbahen të burgosur dhe po trajtohen padrejtësisht në atë formë si po trajtohen krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më pëlqen shumë fakti që komandanti Nesim Haradinaj i ka raportet mira dhe me Hoxhën Shefqet, e viziton. Por unë kisha thonë jo vetëm Hoxhën Shefqet, ata cilët e njohin generalin, generali ka raporte me shumë hoxhallar, ka raporte të mira me gjithë, por edhe ai pati fatin jo të mirë, edhe ai u përsekutua për disa kohë padrejtësisht nga Haga, dhe uroj që ata të cilët janë ata të kthehen plot shëndet, të kthehen faqebardh dhe një herë për gjithmonë të merr fund një gjykim i tillë i padrejtë, i cili me të vërtetë po na shkakton një shqetësim të panevojshëm gjithë neve. Du ta cek edhe një fakt, më pëlqen fakti që Ramazanin e fundit, komandanti Ramush Haradinaj ishte me një iftar me Hoxhën Ekrem Avdiju, Adem Ramadani e tjerë. Qasja e tyre ndaj fesë islame, elhamdulillah, është e mirë kohëve të fundit. Po ashtu edhe generali Daud Haradinaj, i cili Hoxha i nderuar Fatmir Latifa me një video prononcim tregoi se si ja ka paguaj umrën një ushtari, një veteran i Turqës. Në përgjithësi këto janë do sinjale shumë të mira nga familja Haradinaj, heroike. Po me të thënë të drejtën, ata janë një shtëpi e madhe, një familje e nderuar dhe respektuar, dhe familjet e mëdha
kryesisht janë edhe familje bujare, janë familje fisnike, prandaj uroj që gjithë ne të jemi çdo herë në udhë të mbarë, në udhë të mirë. Amin. Hoq, pasi që paralajmërova që ti do të jesh mysafir, ju do të jeni mysafir, më erdhën disa pyetje, kisha pas dëshirë për fond. Ti përgjigjemi. Pyetja e parë thotë kështu: a kam gjuna që lexoj më shumë libra fetar me komentimet e sureve se sa vetë Kur'anin? Pyetje interesante. Kisha me jap një propozim. Ndoshta në Ramazan le të jetë kjo përgjigje ime dy kahore. Në Ramazan më shumë të lexojmë Kur'an origjinal ata të cilët din, por edhe të ndalemi në kaptina ajetet caktuara në komentimin dhe interpretimin e tyre në gjuhën tonë të bukur. Ndërsa jashtë Ramazanit të kemi një program kur ne lexojmë Kur'anin origjinal, sistemi ne e bëjmë hatme, ndërsa pjesën ndërmuese t'ja kushtojmë leximit në gjuhën tonë duke meditu rreth ajeteve të Kur'anit, duke kuptu mesazhet e Kur'anit, duke lexu interpretimet e Kur'anit, duke i kuptu suret, nga se të gjithë dietarët islam me këtë po e përmbylli, normal dietarët islam kanë qenë ata cilët ose kanë qenë arab folës ose kanë qenë ata cilët e kanë njoft gjuhën e Kur'anit, në fund të jetës janë pënduar pse pjesën më të madhe të jetës tyre nuk ja kanë kushtu Kur'anit dhe studimit të Kur'anit. Prandaj esenca nuk është vetëm të lexohet Kur'ani, por krahas leximit të Kur'anit, esenca është që ne ta kuptojmë Kur'anin, ta jetësojmë Kur'anin dhe gjithandej të përqojmë dhe të përhapim mesazhet e Kur'anit. Pyetja e radhës thotë si ta forcojmë imanin kur e vrejmë se e kemi të dobët. Ka disa faktorë që ndihmojnë në rritjen dhe në forcimin e imanit. Ndikon shoqëria e mirë, faktor shumë më rëndësi. Ti qëndrojmë besnik faljes e namazit në kohë të rregullt dhe në veçanti nëse ka mundësi të falet namazi me xhamat në xhami, të mos anashkalojmë namazet nafile edhe nëse ato në mund të jenë pak rekate, por të kushtojmë. Duaja është një element po ashtu shumë më rëndësi. Leximi i atyre kapitujve apo libra të veçantë të cilët e provokojnë ngritjen e imanit, këto mund të jenë disa prej faktorëve të cilët e diktojnë fuqizimin e imanit. Atëherë shkojmë me pyetjen e radhës, e cila thotë cilat janë shkaqet e devijimit pas udhëzimit. Faktikisht kjo është një lutje e pejgamberit alayhisalam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të lutim Allahun dhul xhelal të themi o Allah, na mbroj prej asaj që pasi të udhëzohemi mos të kthehemi prap, apo sikur thot Allahu në Kur'an, o Zoti ynë mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove në udhën e drejtë. Janë një mori faktorësh, janë shumë rrugë të cilat mundën njeriu Allahu na ruajt me e gjvesh prej rrugës së drejtë dhe rrugës së udhëzimit. Shoqëria e keqe mund të jetë një kapitull i cili fillon ti me rrëshqit nga rruga e drejtë. Gjunahet e mëdha dhe vazhdimësia në gjunahet e mëdha. Pastaj ignoranca dhe mungesa e njohurive bazike elementare për fenë dhe rreth fesë, kjo padituri dhe ky lloj ignorance mund të shkakton me këtë pasojë. Pastaj jeta e shfrenume dhe vrapimi pas epsheve dhe dëshirave. Ne ndonjëherë e keq kuptojmë sunullah çështjen kur themi vrapimi pas epshit. Jo domosdoshmërisht ti mundesh me vrapu pas epshit në ato harame të mëdha, por ndonjëherë edhe zhytja në gjëra luksoze, në kënaqësi që janë të lejuara në këtë botë, por që pastaj ndoshta në një përfundim mund ta marrin një epilog shumë negativ,
janë elemente që të gjitha këto mund të kontribuojnë që Allahu na ruajt njeriu në fund të ditës të mbetet i zhveshur nga imani. Në fund, po e përmbylli, jo pa ndonjë urtësi të madhe, por me një urtësi shumë të madhe, Allahu fuqi plot na ka obligu që ne brenda 24 orëve kur falim namazin minimalisht 17 herë brenda ditës themi ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në udhën tënde të drejtë. Thash minimalisht duke i llogaritur vetëm namazet edhe rekatet farze, e që gjithsesi duhet t'i shtojmë edhe namazet synete, atëherë vetë kërkesa që ne pas çdo 3-4 orëve në distancën mes namazeve e ndjejmë nevojën që Allahu të na forcojë në udhën e tij të drejtë, kjo tregon se sa çmim dhe vlerë të madhe ka udhëzimi në rrugën e drejtë. Pyetja e radhës thot: Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje, jam fal pa çerab ndonjëherë dhe më thon se tu ka pranu namazi, jam femër. Është një debat i njohur brenda medhhebeve dhe shkollave juridike, por fatmirësisht dhe elhamdulillah që kemi edhe mendime të fuqishme dhe të argumentuara nga shkollat juridike të pranuara tek ehlus suneti që falja e namazit prej gjinisë femërore pa çarapa është në rregull. Nuk është obligative. Ne nuk po flasim cila është më e mirë, ne po flasim a pranohet apo nuk pranohet namazi. Prandaj nuk ka nevojë të keni ndonjë shqetësim për këtë çështje. Alhamdulillah. Pyetja e radhës thot: një këshill nga hoxha për ata që kanë një këshill për ata që kanë frikë vdekjen edhe pse janë të udhëzuar. Unë mendoj që ne duhet të kemi frikë se si do të na vjen vdekja, jo pse do të vdesim, se pse do të vdesim është një proces i pashmangshëm. Po të s'ka frikë. Po, por ne duhet të kemi një farë lloj shqetësimi dhe të lutemi çdo herë që Allahu të na mundson që jetën tonë të harxojmë në rrugën dhe razinë e tij dhe fundin ta kemi me faqebardhësi dhe të jemi në razi të Allahut inshallah taala. Alhamdulillah. Hoxh, Allahu të shpërblej për pjesëmarrje, vërtet ishte kënaqësia ime që të pata. Kënaqësia është edhe imja, ju kam thënë kur kemi folur ko xhamati para Ramazanit dhe ju kam premtuar dhe falenderoj Allahun që Allah më mundsoi që të jem prezant tek ju dhe t'i përmbajmë premtimin dhe sigurisht se edhe ndonjëherë tjetër kur kemi rastin do ta kem unë nderin që t'japi një kontribut modest në mikrofonin tuaj në podcastin e mikut tim Sunullah Islamit. Allah të shpërblej pshej. Allah i trujt. Edhe juve inshallah. Shifmi, shikues të nderuar, ky pra ishte hoxha Joni Dashur Enes Goga nga Peja e shifemi javën e ardhshme.